Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e tushisë me somborka apo peperonka të mbushura me djath, xhizë, hudhër dhe magdanoz, një tushi e cila është shumë e shijshme, përgatitet pa konservues, mund të ruhet deri në 1 vit nëse ruaj në vend të freskët, një tushi shumë e shijshme e cila do t'ju shoqëroj gjatë gjithë dimrit për mëngjese. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht bëjmë mbledhjen e specave. Specat bio janë shumë më të mira se specat e blerë në treg. Ja, pro, vërtet kanë dalë shumë të mira. Filloj me përgatitjen. Këtu kam 2 kg me peperona në formë somborkave të vogla. I kam larë mirë dhe tash do bëj largimin e bishtave dhe të farave. Marr një të tillë si kjo, me rreth me të gjerë, jo nga ky në rrethin më të ngushtë, mirë po më të gjerë. Në qoftë se nuk keni nga asnjëra nga këto, atëherë do e përdorni një thikë, mirë po do e keni pak më vështirë. Me këta shumë lehtë do i largohet dhe bishti dhe farat dhe një pjesë e specit që ta kemi më lehtë më pas kur bëjmë mbushjen. Vërejnë se sa lehtë largohet. Ja, pra, në këtë mënyrë mundohem që ja largoj farat. Mirë po, që të sigurohem që ja kam larguar gjithë farat, do bëj larjen përsëri të peperonkave. Do i laj komplet dhe në këtë mënyrë do sigurohem që nuk ka ngelur asnjë farë. Në mënyrën e njëjtë veproj me gjithë specat duke ja larguar bishtat dhe farat. Ju mund të përdorni dhe doreza, sepse janë gjeks. Mund të përdorni dhe të llojit pa gjek, mirë po me gjeks do të bëhen shumë të mira, sepse ju largohet gjekësia, i ngel vetëm se pak. Kështu vazhdojmë shtutjen në mënyrën e njëjtë. Pasi ja kam larguar specave, farat dhe bishtat, atëherë përsëri do i laj mirë me ujë dhe do i hedhi te kjo kullojsa dhe do i kulloj rreth 1 ore. Pasi kam bërë larjen e specave dhe nga mbretësia, atëherë marr një enë kështu të madhe dhe për 2 kg me peperonka apo somborka të vogla na nevojitet 1,5 litër me ujë. Përgatisim lëngun tash. Qofse përdorni sasi më të mëdha të specave, atëherë vetëm se shtoni masat e ujit, ushtës, kripës dhe gjithë përbërësve tjerë. Për çdo litër na nevojitet 1 gotë e çajit me ullthën dhe gjithë përbërësve tjerë. 1 gotë e gjysmë të çajit me ullthën 9%, ullthën ushqimore. 1 gotë e gjysmë me sheqer. Pra për çdo litër nevojitet nga 1 gotë për gjithë përbërësve dhe 1 gotë e gjysmë me krip. Tash masën me 1 lugë vetëm se e përzin pak, që të tretet sheqeri dhe kripa. Shto e përzin për disa sekonda. Besoj se mjaftueshëm kam bërë përzierjen. Tash i hedhi specat, shto tek lëngu. Mundohem t'i kaloj të gjitha në ujë. Besoj se është mirë. Dhe enën e mbuloj me kapak dhe kështu i lajmë në ambient dhome
të qëndrojnë specat tek lëngu për 24 orë. Pasi somborkat kanë qëndru për 24 orë të lëngu, atëherë i largojmë nga lëngu, morim kështu një të tillë dhe i largojmë kështu nga lëngu dhe i hedhim në një kullojse. Poshtë kullojses kam vendosur një tepsi që të bëhet kullimi i mirë. I hedhim të tërët. Pasi i kam kaluar gjithë somborkat te kullojsa her pas here, kështu i tundi që t'ju largohet lëngu dhe i lën dikon rreth 1 orë gjysmë që të bëhet kullimi. Pasi kam bërë kullimin e specave, siç e kam cek, në fillim kam pas 2 kg, tash ja përgatis mbushjen. Mbushja e shkon në gjysmën e kilogramve, do me thënë do i përgatis 1 kilogram me mbushje. Tu kam 500 gram me gjasë të burt, kështu, do e bëj shprishjen, dhe do ja shtoj 500 gram me gjizë, shtoj hudhra, nuk do i hedhi fare krip, pasi ka gjiza dhe gjati kanë krip, magdanos të coptuar, kam coptuar emët, dhe pak origano, sa për aromë, dikon një lugë të mesme të mbushur plot, dhe e marr një piron dhe kështu e përzi mirë masën derisa gjithë përbërësit të bëhen në një masë homogjene. Ju mund të përdorni dhe gjasë të fortë nëse doni, mirëpo më shumë do i përshtatet receta gjasi i butë, vetëm se e përzi mirë masën. Kam përzier mirë masën, tash bëj mbushjen e specave me një lugë të mesme, shumë lehtë bëhet mbushja. Mundohem që ta mbushi mirë secilën spec kështu në mbrenësi, deri në gryk, edhe pak dhe besoj se është mjaftueshëm. Mundohem që mos ta përli pjesën tjetër të specit me mbushje, që kur bëj renditjen të bëhet shumë pastër, ja në këtë mënyrë bëj mbushjen. Në mënyrën e njëjtë bëj mbushjen e gjithë specave. Kam bërë mbushjen e gjithë specave, ja pra ka ndalë shumë mirë, tash do i kalojmë në për kavanose. Mirëpo më të përshtatshme do jenë kavanoset e këtij lloji në formë rrethore që të bëhet renditja shumë mirë dhe shumë bukur do dalin. Kavanosat i kam larë mirë dhe i kam sterilizuar në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta. Tash filloj që të bëj mbushjen. Pra mbushjen e kavanosave me speca do e bëj në këtë mënyrë. Mbushjen e mbretësisë se secili sombor do e bëj nga qoshet e kavanosit dhe në këtë mënyrë kavanosi do zej më shumë speca dhe vërtet do ta marrë një pamje të bukur. Mundohem kështu në këtë mënyrë të bëj mbushjen e gjithë kavanosave. Vërtet dalin bukur. Tash kur të bëj mbushjen, do e shihni se sa bukur ka dalë kavanosi.
Kam mbushur gjithë kavanosat, kam fitu 4 kavanosat të tillë, këto janë nga 500 ml, pra nga 2 kg speca. Vërtet kanë marrë një pamje shumë të mirë. Tash në secilin kavanos do hedhi vaj. Unë do përdori vaj ulliri, mund të përdorni dhe vaj lule dielli pa pije problemi. Kështu i mbushim pothuajse deri në gryt, vetëm se lajm pak hapësinë ka të bëjmë mbylljen me kapak. Kam bërë mbushjen e gjithë kavanosave me vaj, pothuaj deri në gryt, vetëm pak kam lënë hapësirë çka të bëjmë mbylljen. Kapak duhet të jenë të ri dhe 3 herë kapakun e sjellim nga ana kundërt dhe 1 herë nga ana nga përkufën visat dhe mbyllim fort. Sigurohu që është mbyllur mirë. Në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë kavanosat. Kam mbyllur mirë gjithë kavanosat, vërtet kanë marrë një pamje të mrekullueshme. Tash të gjithë kavanosat i fusim në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave e fikim furrën dhe nuk e hapim për 2-13 orë tjera. I kam larguar nga furra, i kam lënë të qëndrojnë rreth 15 orëve. Vërtet kanë marrë një pamje shumë bukur dhe janë mbyllur mirë hermetikisht. Dallohen në këtë mënyrë nëse kapaku është në formë të rrashtë. Nëse është i fryer, atëherë ato nuk janë mbyllur mirë, do hapen shumë lehtë brenda një dite dhe kështu në këtë mënyrë mund t'i ruajmë për 1 vit ose 2 nëse i vendosim në frigorifer apo në podrum ku është fllak dhe menjëherë nuk duhet që t'i lajmë në ambient dhume për asnjë ditë të qëndrojnë, menjëherë direkt duhet të vendosen në fllak. Janë të gatshme për konsumim pas 3 javësh. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë peperonkat e mbushura me gjallë, xhiz, hudhra dhe magdanoz ju përfshin mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.